Bordi i Paqes i krijuar me iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump i ka paraqitur Hamasin një propozim me shkrim, i cili përcakton mënyrën dhe kushtet e dorëzimit të armëve nga ky grup militant. Ky hap shihet si një nga elementët më të rëndësishëm të planit amerikan për të ardhmen e ripit të Gazës, por deri tani është pritur me rezerva nga pala palestineze. Sipas raportimeve nga takimet e zhvilluara javën e kaluar në Kairo, në bisedime kanë marrë pjesë përfaqësues të dërguar nga administrata amerikane, ku në qendër të diskutimeve ka qenë kërkesa për çarmatim të plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të armatosura pa përjashtime. Plani amerikan, i cili sipas burimeve diplomatike është pranuar në parim nga Izraeli dhe Hamasi në tetor të vitit të kaluar, parashikon tërheqje graduale të forcave izraelite nga Gaza dhe nisjen e një procesi të gjerë ndërtimi. Megjithatë, ky proces kushtozohet qartë me dorëzimin e armëve nga Hamasi. Zyrtarët amerikan kanë sinjalizuar se në Tyres mund të jetë edhe një ofertë amnistie për anëtarët e grupit, nëse ata dorëzojnë amatimet e rënda dhe të lehta. Megjithatë, Hamasi mbetet i kujdesshëm dhe i pavendosur, mes shqetësimeve për sigurinë e tij dhe përballje me milisë rivale brenda territorit të Gazës. Ndërkohë, situata në terren mbetet e ndërlikuar. Izraeli kontrollon rreth gjysmën e ripit të Gazës, ndërsa Hamasi mban në kontroll pjesën tjetër, ku jetojnë rreth 2 milion banor, shumica e të cilëve të zhvendosur nga konflikti i zgjatur. Bisedimet për çarmatim, sipas burimeve, janë pezulluar përkohësisht mbas përshkallëzimeve të fundit ushtarake në rajon, duke lënë të hapur pasigurinë për hapat e ardhshëm dhe të procesit të paqes.